Gjatë një takimi në Quincy, shtrirja jugore e kryeqytetit Massachusettsit Boston më 9 mars, përfaqësues të koalicionit me 3 parti në emrin Nisma Shqipëria Bëhet, toroqën interesimin e shtetasve shqiptaro-amerikan për zgjedhjet e 11 majit. Pra 5 ditë pas përfundimit të regjistrimit për të votuar nga diaspora, ku pjesëmarrja shqiptaro-amerikanëve vlerësohet me mbi 24.000 persona ose kërkesa të pranuara, kjo shifër e ulët tregon se regjistrimi për votën e diasporës qaloi i krahasuar me popullsinë me shtetësi shqiptare që jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara, e sidomos ajo e pas viteve 90, kjo është e konsiderueshme në numër. Në një sallë me rreth 100 pjesëmarrës drejtuan fjalime me përmbajtje rëndësinë e zgjedhjeve të këtij viti, ku për herë të parë merr pjesë diaspora, përbërjen e koalicionit, programin dhe interesat e nismës Shqipëria Bëhet, përfaqësuesit Arjan Konomi, Aldo Dusho, Ergyst Llanaj. Në natyrën e këtij takimi njohës me situatën dhe problemet që shqetësojnë Shqipërinë, gjërësisht komunikoi kundërshtrimet e koalicionit Adriatik Klapaj gjatë një bashkëbisedimi me pyetje-përgjigje me pjesëmarrësit për rreth 90 minuta. Në mbyllje të këtij takimi, gjatë një interviste, zoti Klapaj shpjegoi mbi kontaktet që ai ka realizuar në diasporë dhe së fundi në SBA. Dhe erdhëm këtu për të komunikuar me bashkëkombësit tanë e për të marrë dhe mbajtë shënime të asaj që ju si komunitet shumë i rëndësishëm i shqiptarëve të Amerikës keni në raport me vendin am që është Shqipëria. Për shqiptarët e Amerikës numri nuk ka qenë i lartë, është e vërtetë, krahasuar me vendet e tjera, por unë besoj që problemi ka qenë shkëputja e dokumentacionit. Miratimi i ligjit në moment të fundit nuk i dha kohë njerëzve të ribërin dokumentat. Një pjesë e madhe e shqiptarëve që jetojnë në Amerikë nuk i kanë më dokumentat shqiptare, sepse kanë marrë dokumenta amerikane dhe për shkak të distancës, po dhe për shkak të faktit që pasaporta amerikane është një pasaport shumë e fuqishme që ka vlerë në çdo cep të botës, nuk u është dashur për aspektin pragmatist që t'i ribëjnë dokumentat dhe një pjesë shumë e madhe e komunitetit nuk i ka dokumentat ligjshme dhe të vlefshme për t'u regjistruar. Theksohet se Massachusettsi ka një popullsi të dëndur shqiptaro-amerikane në disa qytete kryesore, por i ka të pakta vizitat në interesin e subjekteve politike deri në fazën e përfundimit të periudhës janar-mars për regjistrimin. Nisma Shqipëria Bëhet gjithashtu e shfrytëzon TikTokun, gjë që në Shqipëri duket se do të mbyllet gjatë fushatës sipas një vendimi të qeverisë që e mban për 3 mandate pushteti.